Paketa e maleve solli kritikën nga këshilltarët e opozitës në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak Shkodër. Këshilltarja Aliona Shkreli tha se është një ligj në dëm të banorëve dhe kërkoi më shumë përgjegjësi nga këshilltarët e majt rreth kësaj çështje. Shkreli theksoi se në atë zonë po tjetërsohet prona. Ju vetë të kishit kënë kaq të vullnetshëm me çun zali, me i dal zot pronave, të atyne pronarve që ala nuk i njihet nga shteti prona atyne. Kja do të kishte kenë dhe këtë do të kishte kenë shërbimin më i madh që ju do të kishit bërë. Në radhë parë vetit, detyrës që ushtroni dhe qytetarëve që përfaqësoni. Sikur kishit ju një copë në thet atje, një copë tokë, trashëgimi, por pa njoftun, çfarë do të kishit bërë? A thu do ta kishit miratu, kaq akull dhe kaq ftoftë? Po pse na nuk duhet kena ndjeshmëri për ata banor që u tjetërsohet, u merret toka dhe u tjetërsohet nga disa individ që s'kan lidhje me tretën dhe në Shkodrën? Po ju duhet normali ju me i dalë zot këtyne tjetërsimit pronës, por ju kuptoni shumë mirë që është prona. Po ju e kuptoni shumë mirë edhe që bartë në zonë për tjetërsim prone. Po si mundeni ju të bajnë ata që dojnë, le të binë relatime për i vendime si dojnë, sepse në fakt, ata nuk kanë ardhur me mbrojt Shkodrën. Ata kanë ardhur me grabit Shkodrën, se tjerat i kanë grabit. Po si mund t'ja lejoni ju? Si mundeni nesër ju kur mos jeni antar të Këshillit Bashkiak, apo mos jeni përfaqësues të rilindjes Zotit Beci në këtë rast, si mundeni me i dalë aty me banorëve përpara? Që i merrni pronat? Apo, ftoftë. Është e turpshme se ku ka mbrit Këshilli Bashkiak i Shkodrës. Edhe këshilltari Milli Sokoli theksoi se po i hapet rruga tjetërsimit e pronave, ndërsa paketa e maleve është në përplasje me ligjin e zonave të mbrojtura. Nëse prefekti ka gjetë një rrugë, një zgjidhje të mesme për me kenë asmish aspesh, ju a dash pa tjetër që me kthy me shfuqizuar vendim. Sepse ai vendim në më të mirën e rasteve do 3/5 shumicë të cilësuar dhe jo dhënie përqindit, sepse ajo dhënie përqindit i hap rrugë tjetërsimit edhe të pronave të bashkisë, aseteve të bashkisë Shkodrë. Dhe kjo është e vërteta për të gjitha llojet, edhe kur ne shprehemi për prona shtet, pra këto i hapim rrugë tjetërsimit të pronave. Nuk e kuptoni ju këtë gjë, që i hapet rrugë tjetërsimit pronave? Paketa e maleve është në përplasje me ligjin e zonave të mbrojtura i cili do të ndryshohet. Është vendim i cili merret në fakt nga Këshilli Evropës dhe jo nga qeveria shqiptare. Sepse mënysh do të na kushtoj antarësimin BE nëse ne nuk lidhim ose nuk ndryshojmë ligjin e zonave të mbrojtura. Nëse ligji i zonave të mbrojtura është konform direktivës europiane të zonave të mbrojtura, atëherë bie në përplasje me zonat e mbrojtura ku ne po japim statusin e pronarit e poseduesit jo pronar, siç është parku kombëtar i Thetit. Këshilltarët e opozitës kërkuan që banorët të tregojnë kujdes për investime të tilla.